Në rrugët e zhurmshme të Tiranës mes ritmit dhe nxitimit të përditshëm, Kimeta Cenollari, 51 vjeçe, ka zgjedhur të sfidojë stereotipet dhe të ndjek pasionin e saj. Dikur emigrante në Suedi, ajo është rikthyer në vendlindje, ku sot drejton kompaninë e saj të vogël të taksive në kryeqytet. Fillimisht unë si ide, nga që fëmijët e mi kanë jetuar në Suedi dhe kanë pasi ide në Suedi. Dhe hodha si mendim në familje që ta bëj këtë punë, kisha me shumë pasion, realisht. Dhe fatkeqësisht asnjë s'ma aprovoi. Dhe ashe mora, prita, në fund fare, unë thash do e bëj dhe pikë. Mes paragjykimeve për zgjedhjen që bëri, ajo thotë se puna nuk ka gjini. Shumë njerëz më bënin shumë pyetje si e more këtë vendim, pavarësisht paragjykimeve apo ku ta diun këto njerëzit që me idenë që një femër nuk mund të bëjë një punë mashkulli, unë nuk e kisha fare problem. Sfidë në përditshmërinë e saj mbeten shoferët e pakujdesshëm dhe përdoruesit e monopatinave elektrike. Ka shumë shofera që bëjnë shumë gabime të pafalshme, futen shumë keq. Ka shumë faktor, monopatet janë shumë problem. Motorrat. Me semaforëve, rrugëve dhe kilometrave të shumt, Kimetja përcjell edhe një mesazh për gratë dhe vajzat. Unë ja kam thonë edhe shumë gocave të reja që unë i kam kliente, me shumë kënaqësi i kam thonë, ju duhet jeni vetvetja mbi gjitha, të vendosni për atë që doni. Nëse ti e ke dëshirë për ta bërë një punë që të duket momentalisht e vështirë, nuk ka gjë që nuk bëhet. Dhe do doja me shumë kënaqësi që të kishte shumë goca apo gra që t'ishin taksiste dhe t'i shërbenin popullit vendit vet,